Ditën e djeshme, fenomeni i momentit, fituesi i shtëpisë më të famshme në Shqipëri të edicionit të 4 Gjesti ka festuar ditëlindjen e tij të 25. Në një postim në Instagram, ai ka ndarë me ndjekësit një reflektim mbi vitin që lën pas, duke falendëruar Zotin për shëndetin dhe familjen për dashurinë e pakushtëzuar. Ky vit I ka pas shkret, emocione, presion, rritje, bekime, gjithçka. Shkroi Gjesi në përshkrimin e fotos ku shfaqet me një torë të bardhë të verdhë në duar. Faleminderit Zot që jam shnoshe mirë, e që I kom rri 25 vjet. Ai nuk harroi të falenderonte dhe ndjekësit e tij për dashurinë dhe urimet. E kom të pamundur me ja u kthy kretëve, mirë po kreti shoh, deklaroi ai. Në rastin e ditëlindjes së tij, ai pranoi urime të shumta nga miqtë, familjarët dhe kolegët. Por nga personi më I afërt që kishte në shtëpinë e famshme dhe që ka një lidhje e këtij tako nuk ka pranuar asnjë urim publikisht. Nga ana tjetër, pas përfundimit të shtëpisë së famshme, Gjesi bëri të ditur se njohja me Iglin po vazhdon edhe jashtë, por ai preferon që marrëdhënia e tyre të mbetet larg vëmendjes së mediave. Por ndjekësit e çiftit nuk kanë qëndruar në heshtje duke aluduar për një ndarje, pasi sipas tyre një ditëlindje është mjaft domethënëse për të mos u uruar publikisht.